Turistët e huaj që vizitojnë vendin ton shfrytëzojnë çdo mundësi për të shijuar pushimet. Ky 31 vjeçar italian i cili ka vizituar disa qytete të vendit ton dhe së fundmi është në Dibër, po shijon peshkimin. Giovanni Ricci thotë se Shqipëria është krejt ndryshe nga Italia, pasi është më e hapur dhe më pak e industrializuar. I riu po shijon peshkimin e troftës së egër në lumin Drinizi. Ai shpreh se i ka pëlqyer shumë Shqipëria në të gjitha vendet që ka vizituar. Ndryshe nga Italia, ku edhe peshkimi ka rregullat e tij dhe në të shumtën e rasteve është sportive, pra nuk e merr peshkun me vete. Në Shqipëri e kryesisht në Dibër, po shijoj peshkimin e vërtet. L'Albania è bella perché ancora non è industrializzata come l'Italia, è molto più libera, molto più... Më pëlqen Shqipëria, pasi nuk është shumë e industrializuar si Italia. Është më e virgjër si natyrë, e pastër dhe e bukur. Natyra këtu shijohet në të gjitha aspektet, po më pëlqen shumë lumi, pasi pas ka ujë shumë të pastër dhe e bën akoma më të bukur. Në Itali nuk gjen peshk troftë të egër si këtu. Ato janë rezervuaresh dhe hidhen më pas në lum. Nuk ka atje kështu troftash të egra. Atje thjesht bëjmë peshkim sportiv ku e kapim peshkun dhe i lëshojmë, vetëm për pasion. 31 vjeçari italian ka vendosur të kalojë dhe 2 ditë të tjera në Dibër për ta njohur më shumë këtë zonë.